Ditën e sotme është paraqitur në SPA gazetari i njohur kosovar Milaim Zeka për të folur mbi këtë paraqitje dhe çfarë po ndodh realisht brenda godinës së SPA-kut. Kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin Ndue Pjetra, mik tashmë të VIP Magazin. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve. Avokat, kemi parë shumë hyrje dalje ditën e sotme në SPA, si shpjegohet dhe pse pjesëmarrja ose më saktë pse ishte i pranishëm në SPAK gazetari Milaim Zeka? Sa po ka fillu SPAK-u, si thonë, punën, dhe thonë gjithmonë, uji duke u shterë dhe njerëzit duke u mytë. Dhe një nga këta do jetë edhe ky i radhës, pra. Dihet ajo punë që pjesa më e madhe e analistëve shqiptar kanë qenë pra në mbrojtje të një partie të majt apo djathtë. Për mua ky person është një ndër ata që mbrote pra korrupsionin e inceneratorëve të Shqipërisë. Pra i futur nga strukturat normalisht të pushtetit që është i korruptuar për këtë fakt. Nuk është vetëm ky, janë shumë, pra, që është shumë e thjeshtë ti zbulosh, vinë këtu po asgjë mas shpirtit dhe janë me ka 2-3 shtëpia, 4 shtëpia në Shqipëri. Se ku i marrin ta lek dhe si u kalojnë ta lek në numrat e llogarisë, është çështje tjetër që mendoj që duhet hetu. Të gjithë analistat e Shqipërisë, për mua, janë personat që kanë marrë para, pra, ose janë investuar me parat e pista, vetëm për të mbrojtë, pra, krimin, për të mbrojtë pasuritë e shqiptarëve, në kuptimin e fjalës që mos të dalin ose mos të dalin korrupsioni sheshit. Janë mundu me çdo formë, por mendoj që SPAK-u tashmë nuk them, por them që gjithë analistëve duhet t'i hetojnë, t'i çojnë për pastrim parash, t'ja u sekuestrojnë pasurinë. Avokat, këto janë deklarata dhe akuza shumë të forta. Janë shumë forta, janë dhe shumë me baza. Dhe ne i kemi, kur donë edhe SPAK-u, i jemi në dispozicion SPAK-ut, në kuptimin e fjalës, për sa herë që të ketë nevojë për informacionet të kësaj natyre. Pra, ne e dim shumë mirë se si paguhen 600.000, 700.000 lek për një intervistë. Ku dalin ta lek, o zotëri? Ku dalin, thuj mu, kush i merr, kush i jep këta lek? Dhe si fitohen këta lek? Si menaxhohet kjo? Pra vetëm që paguhen në këto forma që mendoj që është shumë vonë SPAK-u për të filluar hetimet ndaj këtyre opinionistave të famshëm shqiptar. Avokat, jam shumë kureshtar. Jam shumë dakord. Jam shumë kureshtar për të pyetur dhe që ti të më sqarosh se si mund të bëj korrupsion një analist. Pra, si mund, çfarë vepre penale mund të bëjë një analist? Atëherë, nuk mund bëjnë vepre penale, po mund të hinë në linjen e pastrimit parave, të pista. E din shumë mirë që unë sot nuk mund t'jap ty 600.000 lek për një orë që po shkon në intervistë, në mënyrë që të mbrosh mu nga kundërshtarët e mi politik. Ka nevojë tjetër me sqaruar këtë? Si mund të jepen, si mund të marrësh një rrogë 10.000 euro, 15.000 euro, më zotëri? Ma thuj mu, si mund ta marrësh? Cili është shërbimi që ti i bën atij institucionit, ose cili është fitimi i atij institucionit që ti arrin me dhënë 15.000 euro në muaj? Avokat, ka moderator në Shqipëri që marrin 20-30.000 euro në muaj. Atëherë, jo, unë nuk po shkoj në ekstrem. Ke edhe 260.000 euro në muaj, një drejtor i mediave. Këtë e tim. Por ama, si merë më zotëri, si mund t'i realizosh një fitim kaq të madh dhe me një pagë, pra, në qoftë se 240.000 euro ose 260.000 euro në muaj që merr një drejtor i një televizori, llogaritë e manej sa duhet ketë fitime ky televizor? Duhet ketë minimumi 2 milion euro e gjysmë në muaj. Minimumi, logjika.
Por si merren ta lek? Ku merren më? Më thuj mu ku? Kush e ka fajin investon këtu? tek Kush e ka televizori? fajin? Pikërisht, kush e ka fajin këtu? Nëse unë, po themi si drejtues televizioni, them o zotri, një intervistë këtu për ta bërë kushton 15 milion lekë. Kaq që kam tarifën unë si televizion. Po deshe marrë, po deshe mos vi. Pse duhet të hetohem unë dhe të mos hetohet ai që jep lekët? Ç'pun kam unë, kaq kam tarifën. Ne përmjet fillimit hetimit tënd, arrihet atje ku duhet arrihet. Ne i kemi, ne çuditërisht, pra, këto veprime po na i bëjnë analistat e huaj, zoti, analistat kosovarë, që po na vinë në Shqipëri e po na tregojnë se si funksionon, si punohet, si ekziston gjendja në Shqipëri. Edhe analistët shqiptar kanë shkuar në Kosovë, shqiptar Kosovës dhe kanë bërë analizë. Po themi pse jemi dy vete që flasim shqip. Edhe janë pagu me këtë tarif. Jo, kur? Asnjëherë. Tani edhe në Kosovë ka drejtues media që marrin 10-15.000 euro. Aq është tregu në, po flasim për kokra, por që marrin lekë. Po i merr 10.000, 15.000, po jo 260.000 më zotëri. Ma thuj një medje në botë që merr 260.000 euro rronë në muaj. Ma thuj. Kanoni? Keni gjurën një ti? Gjithsesi, domethënë, ideja është që ndoshta. Ideja është që derisa ka fillu spaku me thirr një nga një, për mu do të arrijnë atje ku e ka pikësënimi. Jo vetëm ata, por edhe të tjerë. Ne i kemi, pra, kja është një gjatë që ban mu. Duhet dim një gjatë që deri dje një analist shante kryeministrin e Shqipërisë në më të shumtit e madh. Sot ai është pro kryeminist i Shqipërisë. Po pse e bëjnë o zot? A nuk dalin fytyrat e tyre me dy krena? Dalin. Po për çfarë kanë ndryshuar kryeministri, avokat? Ka ndryshuar kryeministri qasje. Po jati i kryeministrit s'ka ndryshuar. Ai e shan që nga jati i kryeministrit. Që i thot, i biri i komunistit, i biri i këti, dhe sot vjen e thot, aja është djali më i mirë, se ka familjen e mirë, thot. Pa pik turpit, ku ja shesin të unë? Po këto janë kulmi mo, kanë arrit kulmin këta analistë. Përveç një, që unë kam besim të forë, nuk du me në ofta mos i bat reklama gjatë, po Andi Bushati është njeriu maj i ekuilibruar për menimin tim sot për sot në Shqipëri. Avokat, me që po flasim për profesione, mendoni vetëm analistët janë kështu, po avokatët janë të kulluar? Atëherë, 90% e avokatëve janë sekser. Ta them unë, 90%. Akoma në Shqipëri nuk ka ardhur, pra, momenti që avokati të njihet si avokat, njihet si sekser. Nuk të lejon askërkush që ti të mbrosh të drejtat e një qytetari si avokat, por vetëm si sekser, që ti jemi të saktë. Pra është një pakicë avokatësh në Shqipëri që mundohen të shkretit dhe ata punojnë me nërshmëri dhe pa u impliku në pizleqet e prokurorëve dhe gjyqtarëve. Avokat, mendoni që së shpejti do kemi, po themi, goditje të forta nga spaku, pasur parasysh dhe këto lëvizje që ka bërë kohët e fundit? Sigurisht do ketë lëvizje, po jo lëvizje me interes për popullin shqiptar. Të janë lëvizje për të nezë zjarre në çdo vend, por jo me nezë një zjarë që të trondisin mirë vendin. Janë thjesht zjarre ose pozicione pika që nuk janë të vlefshme për ne. Na intereson vetëm kjo do të. A ka mundësi që ky spaku t'ju marrin sot të gjithë biznesmenëve që arrin me 10.000 euro 1 metër katror në mes Tiranës pallat, t'ju sekustrojnë parë me zotëri. Po pse nuk doli askërkush që të blejnë me letra 10.000 euro 1 metër katror në mes Tiranës? Në qovë se ky të i blejtë 10.000 euro dhe do t'i deklaronte në bank si ai që i blen dhe si ky që i merr,
ne automatikisht Shqipëria do kishte interesat të mëdha dhe rrogat nuk do t'jenë më 500.000 lek, 400.000 e 500.000, po do t'jenë minimumi 1.200.000 lek të vjetra. Pra, nëse do arrim të luftojmë këtë fenomen korrupsionit, automatikisht këta lek nuk do të shkojnë më te këta 12 biznesmen e Shqipërisë të mbrojtur nga qeveria shqiptare, por do vinë edhe tek qytetari më i thjeshtë. Pra tek interesat më të thjeshta. Nuk ka vend në botë, nuk ma gjej një vend që shitet nafta më shtret si në Shqipëri. Ma gjej një vend më. Një arsye, po ta jap këtë pastër. Nuk ekziston. As në Spanjë, as në Itali, as një vend në botë, nuk shitet nafta si shitet në Shqipëri. Po ku shkojnë ta lek? Ma thuj më ku shkojnë. Ja çudia më e madhe, edhe prap se prap, s'pa ku flen. Po këtu është mos e droga është 5 me hiç, droga kalon në fshehur. Por ty të kalojnë tani para syve tu, pa akciz, pa asnjë gjë, nafta. Po ajo është droga e vendit. Nafta është, kush është? Nafta dhe ilaçet. Ilaçet e skadume. Këtu jemi ne, në këtë pikë jemi. Pa ilaçe nuk rrin dot. Pa bukë edhe rrin. Pra nuk kanë as shumë, por ama rrin pa bukë. Pa ilaçe s'rrin dot. Pa naftë nuk rrin. Lëvizin gjitha makinat, në gjitha i ke. Ma thuj mos si pa arkeologjik, mos e çmenën ta njerëz, duke menduar që me 80.000 lek asistencë nes makinën mes edhe e fikën darkë. Si mo, si e ban? Si mundet mo të ekzistojë në një vend si ky që të bëhen të veprime? Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve.